Një 21 vjeçar banor në fshatin Petrush të Pogradecit është arrestuar pas telefonatës së banorëve se i kishte terrorizuar duke shtënë me armë në ajër. Ngjarja është shënuar mbrëmjen e 16 marsit, ku specialistët për krimet në Komisariatin e Policisë Pogradec kanë arrestuar në flagrancë shtetasin Emiliano Kaftirani, 21 vjeç, banues në fshatin Petrush. Arrestimi i tij u bë për arsye se në orën 22 ky shtetas dyshohet të ketë qelluar në ajër me armë zjarri. Banorët të trembur kanë telefonuar policinë për të shtëna me armën e zjarrit gjatë orëve të natës. Vlerësimi i situatës dhe ndërhyrja e menjëhershme e policisë ka bërë të mundur identifikimin dhe arrestimin e tij në flagrancë. Në vendngjarje u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale 2 gëzhoja. Gjithashtu gjatë kontrollit në banesën e tij u gjet dhe bllokuar në cilësinë e provës materiale arma e zjarrit automatik, 19 fishek dhe disa materiale të tjera të cilat përbënin vepra penale. Materialet ju referuan Prokurorisë Rrethit Gjyqësor Pogradec për veprën penale, prodhim dhe mbajtje pa leje të armëve dhe municioneve luftarake.